Një tjetër deklarat e cila ka bërë bujë në mediat sociale ka qenë pikërisht deklarata e aktorit të mirënjohur Ermal Mamaqi. Ai është shprehur se më mirë të fshish lotot me 500 euro në Ferrari se sa me biletën e autobusit. Dhe pikërisht këtu ishte momenti ku shpërthyen komentet në rrjetet sociale. Dikush thot, mendjematësia e këtij do ta rënoj një ditë. Një komentues tjetër thot, mirë është të kuptosh pse po qan dhe jo ku po qan o Ermal. Përsëri lotët po fshin si me 500 euro si me bilet autobusi. I bie që lotët të rrjedhin përsëri si me lek si pa lek. Dhe një tjetër deklaratë e tij kishte të bënte për faktin se nuk I jap para lypsve sepse ai që është I varfër e meriton të jetë I varfër. Dhe komentuesit sërish kishin për të thënë gjëra dhe për këtë deklaratë të tij. Ja ke fut kot fare o filozof, ti ke harru për veten ku ke qenë dhe kush të ka ndihmuar ty dikur? Dikush tjetër thot, u jap sa ka mundësi. Nuk I mendoj kaq gjatë sepse ai robi ndoshta ka shumë uri. Nuk thon kot, I pasuri nuk pyet për të varfrin. Më vjen keq që e dëgjoj këtë nga ty.